është respektuar të televizionit Tuskana, mirë se vini në emisionin javor edhe unë jam Uskan. Në këtë emision, si edhe vetë titulli këtij emisioni edhe unë jam Uskan, ne flasim për Kërçovën, flasim për Uskanën e lashtë, flasim për atë që në këtë 30 vjeçar secili ka vendosur nga një gur në Kërçovën tonë që të ndërtohet, të lëvizi, por edhe të zhvillohet si në aspekt ekonomik, arsimor, infrastrukturor dhe kështu me radhë. Prandaj, unë sot në këtë emision kam të ftuar dy njerëz që kanë kontribuar, do të thonë që nga vitet e 90-ta për Kërçovën e që bisedohet për mësuesin, veteranin e arsimit, ish aktivist do të kështë thonë në aspekt politik këtu në Kërçovë, por që kanë dhënë edhe një kontribut të madh në sferën arsimore, për arsye se edhe asaj sfere i kanë taku, është arsimtari Beadin Ballazhi. Faleminderit mësues Beadin, se unë kam pas edhe mësues edhe do të drejtohem me atë titull. Dhe kemi Nureddin Osmanin, profesor mësuesi gjuhës të gjeografisë, mos gaboj, në shkollën e Zajazit. Faleminderit për kohën të dyve musafir nderuar që që të flasim pak që nga vitet e 90-ta. Unë do ta kisha filluar që në fillimet e viteve 90-ta, si proces të parë që patën shqiptarët në atë kohë ishte referendumi. A mund na thoni cili ishte roli shqiptarëve në atë kohë gjatë referendumit? Unë do të fillu në fillim për periudhën e errët, deri në vitet 90-ta e politike, shumë e errët, dhe pas viteve 90-ta filloi demokracioni ose zhvillimi i grupit parlamentar, dhe me thënë. Edhe në atë kohë, pas viteve 90-ta, Maqedonia duhet të definohet. Se çfarë shteti dhe në cilën rrugë do të niset. Edhe atëherë Maqedonia si të përgatitën referendumin. Në atë kohë shqiptarët nuk kanë marrë pjesë në referendum, duke e ditur se nuk ishte e qartë rruga se ku do të lëvizë Maqedonia. Prandaj ne nuk ju bashkangjitëm atij referendumi, edhe mbetëm anësh, ata e kryen referendumin, e shpallën fitore referendumin edhe vazhdoi. Por ne si shqiptar të Maqedonisë, posaçërisht të Kërçovës, kemi qenë mjaft të organizuar. Dhe të gjithë atëherë kërkesat tona ishën kërkesat të popullit. Dhe ma vonë, pasi u themelua Partia për Prosperitet Demokratik, e cila mund ta quajmë jo parti për lëvizje, sepse ishte e vetmja parti atëherë, ne i kishëm si Kërçovë shumë kërkesa. Edhe atë kërkesa në nivel të komunës Kërçovës dhe kërkesa në nivel të më të larta të shqiptarëve të Maqedonisë. Një ato kërkesa mund t'i quajmë të asaj kohe, si numër 1 ka qenë themelimi i shkollës së pavarur shqipe. Sepse arsimi atë në Kërçovë ka qenë jashtë sistemit. Si ai fillor, i mesëm, e mos flasim për arsimin e lartë universitar që as pak edhe nuk ekzistonte. Tash para se të kalojmë te arsimi, se mund të kalojmë brenda meret, thë referendumin shqiptarët nuk e kanë për këtë. Nuk kanë dalë as pak në referendum. Po. Zoti Beadin, a ju kujtohet atëherë cilat efekte i dha mosdalja e shqiptarëve në referendum? Se përpara, problemi ishte kushtetuta. Se të gjitha të drejtat, shqiptarët që kishin 1974 me kushtetutën 74, me kushtetutën e 91 ishte dhe to i hoqën. Edhe grupi parlamentar joni PD-s atëherë nuk u pajtu edhe me kushtetutën, duke thonë se kjo kushtetut do të ketë pasoja në të ardhmen. Referendumi i cili u bë për pavarësimin e Maqedonisë nga Jugoslavia kishte një pikë. A jeni për Maqedoni të pavarur me të drejtë bashkangjitje e një shteti tjetër. Kjo me drejtë bashkangjitje e një shteti tjetër rezultonte se vendimi do ta bëjnë maqedonasit me cilin do bashkangjiten me Serbinë apo do bashkangjiten me Bullgarinë, ashtu që ne shqiptarët me të Shimanës.
Dhe vendimi i jon ishte që të mos dilet në referendum. Shqiptarët nuk e kanë votu pavarësimin e Maqedonisë me të drejtë bashkangjitje e një shteti tjetër. Tash, ajo ka mbet prej atëherë, si kanë rrjedhë situata më andej, me ndryshimin e kushtetutave, sa është bërë ndryshimi, kryesore, pyetja e parë ishte për këtë. Edhe për këtë, shqiptarët nuk dolën në referendum. E tash, për të drejtat tjera që neve në tangonjën, kemi vazhdu, kemi punu, jemi angazhu, jemi organizu edhe arsimtarët në lidhje në arsimtarëve shqiptarë, të përbashkët me Kosovës. Kryetarin e kishim Recep Osman, prej Kosove, derisa u shkëput Maqedonia. Kur u shkëput Maqedonia, vendosëm të punojmë veçmas. Kryesore, referendumi për pavarësimin e Maqedonisë u bojkotu nga shqiptarët vetëm për arsye të asaj pyetjes me të drejtë bashkangjitje e një shteti tjetër. Do të thonë paqërtësia. Dhe vim në vazhdimsi të asaj në vitin 1996, do kështë dash të mesim në aspekt politik, më pastaj do të flasim pak për zhvillimet arsimore që të dy keni që ka të flitin këtë drejtim, por vim në 96-ën ndarjen e ligjit për veçeverisje lokale dhe asokohen ndarja apo themelimi dy komunave që ishin në pjesën e jonë, që ishte komuna e Zajazit dhe komuna e Oslomes, që kështu edhe u pamundësua që një komunë urbane të udhëhiqet nga shqiptarët duke udhëhequr komunat rurale. Çfarë bëhet ju në atë kohë? Ju kujtohet? Që ka pas një protest organizuar, mos gaboj? Përcakton komunat me ligjin e veçeverisjes lokale, nda komuna e Oslomes veç, komuna e Zajazit veç, Kërçova veç, edhe mandej vranisht të tjerët. Formunë edhe këshillat atëherë, kryetare, këshillat u bën, po ishte problemi mjeteve materiale të komunave, nuk kishin atë shumë. Do ishte infrastruktura e bashkive lokale. Ashtu që unë fillimisht që të ndërtohet. Përpara ne në komunën e Oslomes, fillimisht ndërtuam rrugën Cervic Kolibar. U lidhën dy komunat, në Odeshë lidhën dy komunat, edhe atëherë u lidhën dy komunat, komuna e Zajazit me të Oslomes në Kolibar, Cervic Kolibar e rruga që u bëhen ngushtë, po që ashtu si ishte u bë. Mjetët ishin shumë të vogla, shumë pak ishin, mjetët ishin sa për ekzistencë në atë kohë. E ma vonë, me zhvillimin e këtyre, u dalë edhe mande u bashkuar dhe komuna e Oslomes dhe Zajazit me komunën e Kërçovës, ashtu që bë Kërçova një komunë në 2013. Zotin Edin, a mund të na thoni pak ju, çfarë bani për asaj kohë mend kur u vendos që shqiptarët e kundërshtuan këtë ndarje? Unë jem njohurit mirë në atë kohë, a me vetdije, a pa vetdije, u vepru që të formohen, ndoshta e mbaj mend 84 komune. Në atë kohë, ku ka qenë përfshirë edhe komuna e Kërçovës edhe komuna e Oslomes. Që lëvizjen fjalë, jo vetëm në Kërçovë, por edhe në nivel të gjithëve, se kjo është në dëm të shqiptarëve. Kjo nuk ka qenë vetëm për komunën e Kërçovës, por edhe për shumë komuna të tjera ku ka qenë për shembull si Struga, komuna të tjera të Shkupit, ku me qëllime kanë bërë pala Maqedonia që t'jo tërhek numrin e shqiptarëve që ku kanë bërë shumicë, për shembull për Kërçovën. E dini edhe se nëse Kërçova është e bashkuar, do të fitojnë kryetari shqiptar. Ne në fillim e morëm atë si shumë kështu me qef e morëm. Mendojmë se ja kemi një komunë shqiptare të pastër. A nuk mendojmë se ku i kemi dëme të tjera mandej. Edhe mandeja ju u përhap atë shtepër sa që filluet të flitet, edhe kur pas 2001-shit, kur ardhi Bashkimi Demokratik për Integrim, bëri edhe një herë atë ndarjen territoriale në nivel të Maqedonisë, edhe atëherë i bashkoi këta
dy komuna që edhe sot e kësaj dite është Që u kundërshtua ashpër nga maqedonasit. u kontestua shumë ashpër si arritën atë, ajo është në favorin tonë, qëllimi u arrit ajo. A në atë kohë neve, unë baj men, ne bom luftë shumë të madhe, sa që në ashtinë edhe në grinje. Se ne atëhere për kryetarë të komunave, edhe në Zajac edhe në Oslomen, gjerin nga 2 kandidatë. Edhe pse nuk rrezikoheshin, por ishin njëri ishte i prosperitetit, tjetri ishte i PDS-s, por përsëri në ashtin në një farë lufte, a kupton që ne të grindemi njëri me tjetër. A për ndryshe si që tha edhe zotri Beradini, mjetët kanë qenë shumë të vogla. Unë atër kom qenë këshilltar dhe barqë i listës PPD-s, për komunën e Zajazit. Edhe e di fort mirë, as kishëm lokal, as kishëm objekt, nuk kishëm edhe ku ta bëjmë konstitutimin e komunës dhe të zgjedhëm ta vendojmë kryetarin. Unë jo rasisht e hap këtë temë që ne jemi në zgjedhjet lokale tash të vitit 2025 dhe duhet biseduhet se sa strategjike ka qenë për shqiptarët që t'i bashkojnë komunat dhe të jetë me një që të udhëhiqen nga shqiptarët, po sa edhe përpjekja e Maqedonasve ka qenë që Kërçova të mbesi që ashtu si u ndat vitet 96 dhe të mos bashkojnë edhe dy komuna, prandaj përmend edhe protestat e 2004 që Maqedonasit bllokonin edhe rrugët të Kërçovës. Rrugët nuk lejojnë që të vinë në shprehje, që ajo ma vonë edhe u realizu, edhe tash jemi duke e vazhdu, por do të flasim ndoshta edhe ma vonë se si nuk jemi në gjendje të bashkohemi si që duhet që të mundemi të vazhdojmë si duhet. Të kthehemi pak në përsëri në vitet 2002 do ta kishë thonë, në pjesën kur ju edhe keni qenë më tepër edhe të angazhu. Zotri Beradini, a mund të na thoni si ishin bashkëpunimet midis rivaliteteve që ekzistonin midis partive politike për ideja, oferta politike, por sa ju ishit bashkë në kafe dhe biseda në tavolina ndërmjet mendime e ndryshe që ishin subjekte tjera. Për fat të keq, do duhet të them, kishin ndroj të ulemi të pim kafe, mas u formun 2 partit. Fillimisht, Prosperiteti, mandej Prosperiteti bashkë me shokët tjerë formun Partin Popullore. Partin Popullore formun si opozit, po gjoja opozit. Kemi 2 parti politike. Po mandej, kur bë përçamja e Prosperitetit, 1994, atëherë u bën shumë, ndamja u bën shumë e keqe. U bën kongres, rreth kongresit u bën ndamja. Përçamja u bën më herët, po ajo shumë ndikun në atë kohë edhe shteti shqiptar. Për përçamjen e Prosperitetit ndikoi edhe shteti shqiptar. Televizioni shqiptar dha lajmin se kemi të dhanuna prej agjencisë telegrafike shqiptare se kreu i PPD-s janë tradhtar. Edhe më njëherë njerëzit fillon të vlojnë. Kreu i PPD-s, 2 vetë ishin ato, Nevzat Halili dhe Mitat Emini. Ata ishin krenë. Me gjithë ato probleme që kishin, kjo ishte edhe kapaku. Ashtu që me aktivistët nga Shqipëria, deputet të Parlamentit Shqiptar, në për qytetet tona, ndikonin që njerëz të PPD-s, të kreut të PPD-s, në për degët, ti bashkangjiten Kongresit Historik. Kongresit Historik mbajt për ata në Gosivar. Kongresit Gosivarit. Kush shkoj, kush nuk shkoj, mandej u konvoku Kongresi i Prosperitetit më 94 dhe aty u bë përçamja. Aty u bë përçamja, ka një histori në delegatët e Kërçovës të parët e lëshum Kongresin, të parët e lëshum, so pas e aty u bë një shtypje, aty u bë një intriga me njerëz të cilit nuk ishin antar
por ishim pjesëmarrës në kongres. Kështu që u formu mandej Partia për Prosperitet Demokratik Shqiptarve, PPDSH, edhe PPD se unë ndam, delegatët, unë këm qenë edhe delegat në atë kongres, delegatët e vërtet të PPD se lëshumë kongresin, sallën e kongresit, dhe mandej konvokum me njerë mbledhje në sallën e komunës së Tetovës, bu deklaru me në shkrim se në çfarë cilësie jemi, se cili delegat që ishte, ato që nuk ishin delegat nuk regjistrosh delegat dhe aty zgjodhëm zgjodhëm kryetar partije, doktor Gjelatin Brati, që të udhëheqi partinë deri në konsolidimin e saj mas kongresit. Këto tjerët mandej këndej zgjodhën në sallën e kongreseve që ishte, zgjodhën Arven Xhaferin për kryetar, edhe kështu mandej. E prej aty, mandej filloi ajo që thatë ju që përmendet, a mund të pini kafe. Në guxonin antarët e asaj partije tulen me ne të pinë kafe këtu në Kërçov. Ne për Kërçovën folim, po edhe andej. Që udhishte PDSH apo ishin njërë që Antarët e PDSH-s nuk guxonin tuleshin me ne të pinë kafe. Ne s'kishim problem me asnjë. Që kam vazhdu një përplasje të atilla ta kenë vazhdimësi. Si antarë që i mbaj men edhe me BDI-n kanë pas të njëjtat grindje. Mandej, e tash BDI-a ka formuar. Unë prej atëherë parti s'kam adheru në asnjë parti. Se kontributi im ka qenë që, ose interesi im ka qenë që të angazhohem në parti që të jap kontribut për çështjen e jonë, për interesat e jona kombëtare këtu në Kërçovë, se unë kombin se ne drejtoj unë, po për ato këtu që jemi, edhe kemi vepruar edhe si mësues, edhe si drejtor shkolle, ka vepruar në atë cilësi. Kur shujt ajo parti, se kur prum vendim që ta pezullojmë veprimin e degës së Kërçovës, prej atëherë mos jam antar i asnjë parti. Ju zëtë Nureddin, çfarë do të thoni diçka? Unë do të them diçka që është shumë interesant. Në pikpamje partijake, me të vërtet kemi qenë të ndarë. Por në pikpamje të projekteve, të cilët ishin të dalë nga populli, mund t'i përmes disa për atyre projekteve, kemi qenë të bashkuar. Ndoshta nuk na ka bashku, ku me ditë interesat personale, po interesat partijake jo, por interesat kombëtare. Për shembull, kur ardhi të realizojmë shkollën e mesme drita, Këshilli ka qenë i përbashkët. Kur ka ardhur të realizojmë projektet të tjera si që ishte rasti i Baçishtit, kanë qenë prekraje e përbashkët. Edhe pse kërkoshte ndihma nga ajo parti që ishte në pushtet, ndihma kërkoshte, por edhe këto të tjerë të cilët ishin opozit, nuk aty kur shkonte puna mirë, nuk futesh, nuk e thotin kokën. Rrinjën anësh dhe ndihmonjën. Mandej, kur kishim projektin në Universitetit Tetovës, kemi qenë të përbashkët. Sa që, edhe ju kujtohet edhe zotë Beaditi, kemi mbajtë mbledhjet bashkë kryesit, edhe mandej kemi caktuar këshillin për prekrajet të universitetit, ose këshillin për prekrajet në shkollës së mesme, ose edhe mund të cek edhe diçka. Ne kemi qenë shumë në Kërçov të bashkuar, pa marrë parasysh se kujt partije kemi takuar. Për shembull, kur kemi mbajt referendumin për ndarjen politiko-territoriale të Iliridës, ne kemi pas një këshill atëherë. Në cilin vit ka qenë? Po kjo ishte në vitin, tash nuk e di sakt, po më duket se 97-98. E mbajtëm referendumin për ndarjen politiko-territoriale. 92. Ha? 92. 92. Pas ishte, nuk ishte partia tjetër atëherë. Ishte atëherë, ishte. 92-shin nuk ka qenë. Nuk ka qenë, ha? Jo, 92. 94 në damë. 94 në Buendarja. 94 në damë. 92-shin. Nuk e di as 92 ma vonë. Referendumin e bëm 92-shin. Për ndarjen e kemi qenë në nivel komunës Kërçovës, unë mund t'i cek edhe me emra. Për shembull, atëherë kanë qenë zoti Sejdini, zoti Fadili, kanë qenë të bashkuar. E mbaj me edhe kur kemi mbajt mbledhje, dhe me thonë,
gjithmonë na kanë ofruar neve si Kërçov disa projekte, për shembull, të cilët kemi dashur të çojmë përpara. Edhe ajo parti e cila ishte në pushtet, prej asaj kërkosh edhe ndihmë. Kurse këto të tjerit rrinjën anësh. Vetëm kjo ka qenë në vitin 98, 99, atëherë kur ne si Parti për Prosperitet Demokratik kishëm 13 deputet, kurse PDSH-ja i kishte 11 deputet. Ne atëherë mendojmë se nuk shkojmë punët mirë. Disa projekte nuk moshën të shtyjmë, për shembull. Kuptoni, edhe tash ne duke menduar se jemi gabim në atë drejtim, provojmë vendim ta lëshojmë qeverinë. Duke menduar se këta të tjerit që do të hyjnë në qeveri, ose nuk do të munden të hyjnë, ose nëse hyjnë ato do të realizojnë. Edhe ashtu ne mbetëm në opozitë deri në vitin 2001 me konfliktin e luftës, kur atëherë edhe u formu qeveria teknike. Atëherë u formu qeveri teknike së bashku PPD-ja me PDSH-n edhe i ndanë resorët, i ndanë. Edhe ajo vazhdoi deri kur Bashkimi Demokratik për Integrim u bë parti dhe pas atyre zgjedhjeve ata startohen. Unë mbaj mend në atë kohë kur i bënim listën e të punësuarve, sidomos pas konfliktit 2001 kishte shumë punësime. Atëherë patëm punësime në polici, patëm punësime në administratë. Besoni se listat kanë qenë të përbashkëta. Edhe ka pas rast për shembull në ndonjë fshat ku kanë insistuar më tepër PPD-ja dhe PDSH-ja, kanë shkuar më tepër antar, janë punësuar. Nga shkaku se secili mundoheshte të hudhë në listë sa më tepër, që ajo të jetë. Prandaj Kërçova ka ditë gjithmonë që të jetë e bashkuar. Në çdo rast ka ditë të jetë e bashkuar dhe mendoj që Kërçova asnjëherë nuk ka qenë ndarë. Edhe tash, për shembull, kur i shoh se, ose do të flasim më vonë, kur i shoh 3 kandidatë, ndoshta në njëri anë i shoh Pjesën e fundit. në pjesën e fundit. Po. Flasim të mesim edhe pak me shku me rëndë, se është me rëndësi të flitet ajo, se bashkë unë gjoj për bashkimin që keni pas për interese madhore të quaj. Po jo kash madhore, sa Kërçova që tash mund të humbet dhe të rrezikohet me 3 kandidatë, që keni qenë bashkë. Zotri Bradin, tash të ndalemi pak i arsimi që unë thash se ju të dy jeni ish drejtor shkollës, ju keni qenë drejtori shkollës fillore, unë do të them tash Liria, për arsye se ashtu je emru në fillim, e për të na shpjegu sa e rëndë ka qenë ta bëni Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe pse u vendos për atë temën? Për emrin u vendos për arsye se shkolla fillore Kastrioti Skënderbeu e ka pas emrin. Vitet e 60-ta ka qenë Skënderbeu. Ne morëm një aktivitet në Shërbicë me propozimin tim që t'ja kthejmë emrin shkollës. Nuk ishte problem ajo se dushte një referendum të bëjmë brenda shkollës, e bëm referendumin me vota kundër të arsimtarëve Maqedonas. Edhe kështu që e paraqitëm në Ministrinë e Arsimit kërkesën tonë, me referendumin, me rezultatet e referendumit, me atë i kompletuam dokumentacionet. Dhe për fat, Ministri i Arsimit formoi një komision për emrimin e emrave, ashtu që kryetari i atij komisioni ishte Abedin Murati nga Tetova, profesori, dhe po të hapën e dokumentave, dosjes, me njëra aty e gjenë edhe kërkesën tonë. Vetëm një kërkesë e parë, kërkesë në Maqedoni që ka qenë për ndrimin e emrit shkollës. Edhe e komision, pru një vendim, na e dha lejen, po problem tjetër ishte mandej busi. Për ta vu busin e Skënderbeut, ishte ma problem. Pat probleme, pat përpeci, më dhanë në gjyq, pru vendim gjyq, gjykata, problemi ishte Shqiponja që është në krahërorin e Skënderbeut. Gritën pa di penale kundër ju. Jo penale, po gritën pa di. Shkoan gjyq, edhe gjyqi më dënoi me 2 rroga të mia që janë, edhe me urdhën që ta hek Shqiponjën. Si ta hek Shqiponjën Skënderbeut. Janë kimova
gjyqin e apelit në Manastir, edhe sot e kësaj dite s'kam vendim prej gjyqit apelit. Edhe sot e kësaj dite nuk ka vendim. Do me thonë se gjyqi i Manastirit kishte turp të bëj vendim kundër gjyqit të Kërçovës, nuk mundeshe të bëj pro gjyqit të Kërçovës se s'kishte arsye. Ashtu që e mbeti, edhe unë mbeta pa ujtë dy rroga, edhe Shqiponja mbeti. E bona si pyetje për arsye të iniciativa që janë marrë aso kohë se nuk duhet të harrohet kontributi i juit të asaj pjese që ka qenë shumë më rënd, me thënë para vitit 2000-2001 dhe që ka pas iniciativa. Kishin probleme tjera. Me të marrë posin 28 gusht 1991, drejtor që isha mësues atjetër, ju në Vosel. Me 28 gusht i thira arsimtarët Maqedonas dhe u dhash vendim që t'i largoj prej pune. 28 në ndorë ditën e 1. Më 1 shtator fillon të mësimi, mas 3 ditëve. Me pretekst se gjuhën Maqedonase mund të hapin edhe arsimtarë shqiptarë, që kishin thonë edhe unë kisha arsimtar të gjuhës Maqedone shqiptarë që ishte aty, që nuk jepte maqedonisht. Edhe të klaseve të ulta, po ashtu, gjithë arsimtarët që kishin mbaruar shkollën e lartë pedagogjike, kishin dhënë metodikën, kishin dhënë maqedonishtën, ishin tamam si duhet. Po problemi mandej kaloi me gjyqje, me kajde, me send. Nurja ka pas probleme tjera më të mëdha se unë, po unë të tregoj pjesën e jonë, edhe të shkollave tjera, fillum në atë mënyrë, edhe ishte probleme dhe evidenca pedagogjike. Evidenca pedagogjike mbashte në 2 gjuhë. Me urdhër, mbas vitit 1981, mbas demonstratëve të Kosovës, me urdhën fillum të shkruajnë dritarë edhe shqip edhe maqedonisht. Kur erdhëm në 91-shin, për unë vendim gjithë arsimtarët, fillum për një ditë edhe arsimtarët e Zajazit, edhe arsimtarët e të somesëm, kënej, shqiptarët, për një ditë kanë filluar të shkruajnë në gjuhën vetëm në gjuhën shqipe. Edhe ajo ka qenë problem. Kemi pas probleme me inspektoratin, kemi pas probleme në dhaja, po kemi dalë në fund. U dolëm në fund. Kemi pas takim, Noria ka qenë, kemi pas takim edhe me ministrin arsimit, zoti Bajarxheu atëherë ishte. Edhe me atë kemi pas takim për problemet që kemi pas, po i dolëm në fund. Që kishte probleme? Si që s'ka pas probleme, kushtlen të jatë shkollaj. Ishte hamulli atër, nuk mirë është e vesh, as ka këta, po ne shkojmë në atë aspektin se të drejten mos e kërko, po mere. Se ajo që e ketë drejt, që të takon, që ta kërkosh për tjetëri. Mund posedoj njëri tjetër me drejten e jote. Këto posedojnë Maqedonasit me drejten tonë. Ne drejten e morëm. Ashtu e morëm, me vendim për administratën, me vendime për largimin e arsimtarëve, me vendime për ndrimin e emrit të shkollave, krejt ato të drejta, që me vendimin atë që morëm për baqishtë ky e dinat, aje problem vete është, edhe krejt na të drejtat fillon të i marrin vetë. Po se marrë të drejtën, s'tepush. Po e kërkove, dhe më thonë ti në nënçmove vetën, thumë, më falë, po, na ma mu që këtë të drejtë. Si na ma të drejtën që e ke? Të të takon. Që ma apish në qka qotën, po ti me, që të pitë ma japish. Ti me ndrytë të marrë vetë. Edhe ne, gjithmonë të drejtën ndrytë të marrë vetë. Po, fatkesisht ne kemi ra në atë nivel poshtë prapë që të kërkojmë. Shumë sende i kemi marrë, tash i kërkojmë. Unë do të kështë dash të flasim pak, po të na japin një shpjegim të shkurtër edhe zotri Nuredini pak për problemet që i ka hasë si drejtor në Zajaz, në shkollën e Zajazit, e në asoj kohë ne kemi fol pak për shkollën e Batshishtit, si lindje dhe problemi shkollën e Batshishtit, si u nicuaj problem. Sa po edhe politika kontriboj që ata njerëz filluan të kërkuan mësimin gjuhën shqipe. Po me demonstratët që u mbajtën në Kërçov, në vitet 90-ta,
një ndër kërkesat që kishte shumë aty, që i bëm para komunës, ka qenë kërkesa bashkishti me ne. Shqiptarët thirëshën në atë kohë, bashkishti me ne. Edhe bashkishti u bashkan gjitë. Edhe unë atër si drejtor, ma ardhën dhe thanë që ne kërkojmë që mësimi të zhvillohet në gjuhën shqipe. Aty ishën arsimtarët Maqedon. Edhe unë si drejtor atër, i punësova 9 arsimtarë Maqedon nga puna. Ama i kum pushu, kështu jo në mënyrë ligjore, a kupton? Po në mënyrë shumë të thjesht, vetëm se prindët nuk i lejojnë ata të vinë në fshat. Edhe nxënësit nuk ja u lishojnë. Ata ne i mbyllën shkollën, ne fillom në medresen e fshatit të xhamisë, edhe mandej fillom i pranum arsimtarët shqiptarë. Nuk kishëm financë, nuk kishëm. Por, e dim se shoqata në Zvicër, me njerë lishep financën, lishep. Konkretisht për arsimtarët që ishën të pranuar në gjuhën shqipe dhe e mëshin rrogën një lloj si arsimtarit që punonte në shkollë. Vetëm se nuk kishin kontribute pensionale. Tjerat i kishin një lloj të barabarta. Edhe madje u zvarrit 7 vite, deri në vitin 97 u zvarrit. U zvarrit shkolla e bashkishtit. Jo e japin, një se japin, delegacione, dhe mandej 97 u realizu si projekt, edhe u realizu prej klasës parë, të zhvillohet mësimi në gjuhën shqipe, deri në klasën e 8, që ne nuk e dinim atë se do të arrijet deri ajo, po u arrit. Edhe u kry çështja e bashkishtit, do me thonë u kry pa dhimbje. Por atëherë ne fillum edhe shumë projekte të tjera në shkollë, së bashku me drejtorët. Atëherë fillum ne të ndryshojmë plan programet. Atëherë fillum të kërkojmë për shembull që historia si ishte deri atëherë me plan programe shumë, domethënë kundërshtim me historinë tonë shqiptare, arsimtarët fillum vetë të ndryshojnë ata. Ne bëshëm mbledhje takime me drejtorët, me arsimtarët. Domethënë kishte një lëvizje shumë e madhe, një lëvizje. Saqë unë sot për shembull nuk shoh asnjë farë lëvizje. Do shta janë punët gjithë mirë, por nuk janë dikun edhe shalojnë. Me një fjalë ne atëherë i bëm të gjitha reformat. Atëherë duhet të zaventësohet gjua e huaj që ishte në për shkollat maqedone ishte gjua ruse, në shkollat tonë ishte gjua frange, duhet të vendojmë gjuhën angleze. Se sot e kësaj ditë informatikën e sollëm në atë kohë, ishte aktuale. Mandej, kemi provu dhe me thonë një numër të madh të reformave. Ama ne kam prekra dhe me thonë edhe prindët, ne kam prekra dhe me thonë edhe arsimtarët, edhe u arrit ajo që sot është jo vetëm lavdat, por e din këtë kontribut gjeneratat të cilët kanë qenë që sot janë të rritur ata. Sot për atyre kom edhe që janë edhe arsimtarë në atë shkollë, që e din se në atë kohë shkolla ka pas kabinet të informatikës, që se ka pas kërkush. Ajo bo këtë me kontributin e prindve. Me një fjalë, ka pas lëvizje, do thënë. Bashkëpunimi si ishte mes drejtorëve? Bashkëpunimi ka qenë në drejtorëve shumë, ne drejtorët shqiptarë atëherë, se ne nuk ishëm shumë atë drejtorë shqiptare. Ishte vetëm Sërbica, Jagolli, Garana ose Strelca dhe Zajazi. 4. Dhe sonde nuk e kishëm atë. Mandej, Greshnicën nuk ishte shkollë më vete Greshnicën. Mandej ne e ndam Greshnicën. 98-ën e ndam ne Greshnicën. Shkollë më vete e mvetësun edhe mandej edhe bashkështi i takoj Greshnicës. Me një fjalë ne çdo ditë drejtorët pas orarit të punës ne takoheshëm. Para mendoni ne kemi bojt gara komunale, kemi mbajt vetëm me shkollat shqipe. Ata ne i kontestojnë, jo nuk janë në nivel të plan programe, jo nuk janë këde, ne vazhdojnë. Çdo gjë e bojnë ne, domethënë takimet që sot nuk shohun lëvizje të bojnë shkollat, pak e aktivizojnë, kupton, garat në nivel të komunës në shkollat shqipe, se në nivel për shembull që se bën gara komunale me nivel me shkollat maqedone nuk është plan programi i njëjtë, kupton? Prandaj edhe duhet pak të jenë më aktiv. Mandej disa emra të shkollave mbeten ende pa ndryshuar. Çish u ndryshua atëherë, edhe mos ka lëviz kur gjao s'ka lëviz. Ndoshta
Nuk duhet, as duhet, unë nuk e di, tash nuk jem në atë drejtim, ama mendoj që duhet të ketë një lëvizje. Zoti Vedin, ju e cekët dy çështje në bisedën që ne e zhvilluam këty. Një ishte përçarja e prosperitetit në atë kohë, që erdhë nga Shqipëria me cilin mund të kenë bashkëpunuar që ka ndodhur ajo, me siguri nuk ka qenë e rastishme dhe jo bashkëpunuese me sistemin shtetit apo aparatin shtetëror, dhe e tjetrën që e përmene e thata që ne e merrim ajo që na takonte dhe nuk e kërkonim atë që na takonte. Tash duhet të ndalem edhe në kohën e sotme. Sa mendon që partitë politike maqedonase e luajnë të njëjtin rol që t'i përçahen shqiptarët dhe më pastaj shqiptarët të jenë lypës të drejtave të tyre, që për fat keq ndodh kjo. Po kjo përçaje sundon nuk është parolë e sosme, kjo është me mija vjetë. Po harrova të cekën pas një dukruj tjetër. Me largimin e Maqedonasve prej pune, edhe Nuri, edhe në mund, 6 muaj kemi vetë pa rruga. Arsimtarët shqiptarë, 6 muaj nuk morën rruga atër. Kjo ishte si presion prej shtetit që të zihemi në mes edhe ato vendime të bimë. Këtë nuk desha të arruj. Dhe i qëndru. 6 muaj pa rruga, 6 muaj pa rruga me të. Macedonasit që i përzumë merrin rruga në shkollat Macedonase në Kërçov. Kërçojnë rrugën aty. Por ju... A ne, jo. Dhe patën mbështetje të kolektivit? Deri 6 muaj nuk tha njeri jo. Pse nuk pyti. Qëndruan të gjithë arsimtarët pa e fol asnjë fjalë. Kjo është për të përshëndetur. Ajo është për edhe kemi përshëndetur edhe atëherë. E dinë arsimtarët. E tash kjo përçaj dhe sundon. Përçaj dhe sundon është parolë vjetër, e moçme është, antike. Gjithmonë njerëzit tentojnë që neve vetë të tërheqim dorë prej kërkesave. Tërheqja e dorë prej kërkesave është ajo, përçaj. Ti do folësh një fjalë keq, ai tjetri një tjetër, ti din, ai s'din, ky bën, ai s'bën, edhe ai tjetri është në shesh. Gjithmonë kësaj duhet të ruhemi, kemi tentu të ruhemi, po është problem për të ruajtur kësaj. Është problem. Edhe që se vim në kohët e sotshme, kjo tash, të zgjedhjet e tashme sot, janë për të çudit. Janë për të çudit. Një familje, një shtëpi, ka 2 anë. Ka 2 anë. Një e ka djalin, nusen e ka me një parti, tjetëri ka vajzën me parti, vajzën e ka me parti tjetëri njëti. Një të shtëpi. Një të shtëpi, ç'a të bëj? Kjo është amulli shumë e keqe, shumë e damshme, po tash ndodhin. Këtu te na janë 3 kandidatë. Unë zgjedhjet janë demokratike, demokracia i ka të sende. Ketë ma shumë parti, ma shumë konkurrent, ma shumë kandidat, ma shumë ty do zgjedhësh. Po këtu te na nuk ka demokraci. Këtu te na ka shtypje. Ti do jesh me mu, ti do bësh me atë, unë do të vend punë, ai do të dëri pe pune, edhe kështu njerëzit të zinë çfarë të bëjnë. A në fakt, kandidatët 3 këto, edhe 4, edhe 5, edhe sa do kjo për ato se a mund të humbim, a mund të fitojmë, është qëtërsen. Të janë dalim për para popullit, që popullit të zgjedhi. Ashtu, këtu do të dalim me program, në rregull si tjetë, me program, del, po në fushat, edhe thot, unë po t'jem këtë program, kam këtë program. Ai tjetëri ka programin e vetë, ai tjetëri ka programin e vetë, votuesi do zgjedhi vetë. Mund tjetë prej mrenda një shtëpie, edhe votojnë të ndryshëm. Është drejt. Po, a shkon kështu të na? Jo. Të na shkon kush me cilin të shkoj, ai do i dhënohet me atë, ai spajtohet me atë, ai do i dali prej pune, ai do i në punë, edhe kjo është problemi më i madh në këto zgjedhje dhe zgjedhje tjera, kemi pas edhe më përpara. Nuk ka qenë prej tash.
Edhe 2 kandidatë kur kemi pas. Ne 2 kandidatë kemi pas në zgjedhjet e para në Sloveni. 2 kandidatë kemi pas qëllit, shqiptarë. Po, ziheshim, jo ju ti me atë, ai me atë, ai u i dhu, ai s'u i dhu, ti shkove me atë, ta shkove. Për ata thashun se nuk uleshin bisedojnë me ne, për shkak të zgjedhjeve, jo për shkak tjera. Ju zotin Nuritit, si e menoni këtë situatë të krijuar? Unë mendoj që ne u gëzuam shumë kur Kërçova u bashku. Pasi komuna u Slomez dhe Zajazit u tërhoqën, edhe atëherë nuk kemi pas problem se kemi pas vetëm një kandidat. 2013 dhe ishte një fushat e mrekullueshme. Të kënaqësh dalësh votime në mënyrë sa më të mirë, sa më të qetë çdo gjë. Tash kjo situatë që e solli tash mund të quhet demokratike, se secila parti ka të drejtë të nxjerrë kandidatin. Mira më kur është në pyetje se a mund të rrezikojmë ne tash si shqiptar, a kupton e? A mund të rrezikojmë me 3 kandidatë, për shembull? Aty duhet ta thonë këta ekspertët që e din numrin e votuesve të komunës së Kërçovës, që e njehin mirë situatën në terren, a kupton e? Se sa mund të arrin pala tjetër në rrethin e parë, sa mund të arrin ne me 3 kandidatë. Në qoftë se nuk rrezikohet, domethënë kur gjë nuk rrezikohet, atëherë është në rregull. Fushata duhet të shkojnë në qetë. Duhet kandidatët plan programet t'i promovojnë në debate televizive. Unë deri tash këtu në Kërçovë nuk kam dëgjuar debat televiziv. Po, dhe për këta që mbajnë qytet të ubi, me andejt e aman, debate televizive kandidatët duhet t'i shohim të përbashkët me plan programet, e në të gjënë tjetrin, edhe ashtu është ajo forma demokratike, pa ofenduar, pa asli. A kështu, neve në lajmë për shembull në për vendbanimet rurale, fshatare, në lajmë për shembull të zhjemin e mes veti, atë që dha zotë Beadini. Ti je me këte, ti je me atë. A kjo nuk është në rregull kjo. Se kërçovarët gjithmonë kanë qenë të bashkuar dhe janë të bashkuar. Unë për shembull vetëm një shembull do të tregoj. Kur kanë ardhur kërçovarët, për shembull, kur është dash të bëhet votimi që të merret komuna e Kërçovës me një kandidat, sa ka pas të ardhur atëherë? Ka vlu Kërçova, ashtu ka qenë ajo. Të shohim tas sa do të vinë. A kupton? Se do të vinë, ama do të vinë me emër dhe mbi emër. Nuredini ardhi dhe votoi për këtë, ai tjetri ardhi për këtë, atëherë vinin për një qëllim të përbashkët. Edhe sa është më mirë kur vish për një, a kur vish të ndarë. Prandaj këtu nuk e di pse Kërçova nuk mundi këtë gjë ta bëjnë. Nuk e di, a jem gabim, as jem, ma mirë do t'ishëm me një kandidat. Se do t'ishëm gjithë të lumtur, gjithë do t'ishëm të bashku, dosha edhe në, tash nuk jem ekspert, nuk e di, dosha edhe në rrethën e parë, tash nuk e di, ja është ajo e mundur as është, ta bëj një fitore. Mërgatën do ta kishëm përsëri të bashku, unë si shoh tash duke i përcjell këta jashtë kandidatët që kanë qenë në Zvicër, në Amerikë edhe në Gjermani, edhe atje shoh ndarje. Edhe tash përçanë edhe Mërgatën duke u përça këtu. Qashtu, a Mërgata ka qenë qelësi kryesor i Kërçovës. Jo vetëm i Kërçovës, po që ata kanë vendosur për fitoren atë 2013-ës atëherë në Kërçovë. Edhe zotë Beadinit ju kujtohet, unë të tregoj një rast. Në 90-ën, kur kanë ardhur Mërgata nga diaspora, unë kam qenë atëherë, kam shkuar në aeroportin e Ohrit, të bart udhëtar, se ishëm të angazhuar ne gjithë si aktivista për t'i sill ato. Tash më merr për fjalë 10-15 aeroplan kanë zbrit në aeroportin e Ohrit atëherë. Edhe kanë prit që të nesërmen të votojnë dhe të kthehen ata. Edhe një rast do ta tregoj shumë interesant, autobusët që ardhën nga jashtë, atëherë komuna e Kërçovës nuk ishte sikur se sot e ndërtuar, ishte shumë e thjeshtë, nuk mundeshin të depërtojnë në Kërçovë se ishin në 2 kat autobus. Ne për herë të parë kishim pa autobus 2 kate, e ato nuk mundeshin se ishin nga drujt. Drujt e Kërçovës ato nuk ishin si sot, ishin edhe nuk mundeshin të depërtojnë. Para mendoti sa si ka qenë Kërçova e bashkuar, asi kemi sjell sot, që sot mund të jemi edhe më mirë. Se i kemi edhe kushtet më të mira, ashtu?
do të jemi më të bashku, unë nuk e di tash, do shta është demokratike, tash edhe unë përsëri thom që të jenë 3-4 kandidat, ama tash a është nevoja, unë këtë nuk mund ta di unë, për shembull. Në këtë pije, zotrin Nureddin, në që se marrin palën Maqedonase, unë e kam përmend dhe një mision tjetër, VMRO-ja është parti me ma shumë vota në Kërçov, dhe gjithë partitë tjera nuk zorën kandidat duke respektu fuqin politike të një partije politike Maqedonase, që për fat keq nuk do dhe ke shqiptarët, ne dum do të pranojmë, BDI-ja i ka pas 9.000 vota në zgjedhjet parlamentare, kundrejt Vlenit që ka qenë me 2.200 vota. A tu është e njëta, do të thom, kulturë politike tjetë edhe ke shqiptarët dhe qalojnë barën BDI-s që ta nxjerri kandidatin dhe në fund marrë edhe përgjegjësinë në rast humbjes. Apo do është të shkohet që unë jem maj miri, që çdo herë ne nisemi se unë jem maj miri dhe tjerit nuk bëhen, dhe kështu që dulen tash 3 kandidat, 4, 5 edhe 10 letë ketë, që ka ma shumë se të atyre që dinë dikush, a mund të humbim ne këtu diçka? Me 3 kandidat? Teoretikisht po. Shansa teorike ekzistojnë po. Po, e që këtu ma tepër... Shansa teorike ekzistojnë për arsye se mërgata jonë përgatitet ma shumë për rrethin e dytë. Ashtu që shumica nuk do të vinë rrethin e parë, një. E dyta, kam tashme të dëgju së në vërtetoj se ka shumë keq përdorime, ka pas për para, që ka regjistru njërës tjerë prej Pusteci, tash gjoj ka prej vendeve tjera këndej, që janë regjistru në Kërçov, të votojnë në Kërçov. Fakti që kanë tjerë vetëm një kandidat, u tërhoq një kandidat, se ishte kandidati i LSD-mës, po u tërhoq aj, që të mbesi një. Edhe në qovë se shkon 50% plus një, rrethin e parë, s'ka rreth dytë. A mund të arrin atë? Ama edhe bashkë jemi, edhe një të kemi kandidat ne, një kandidat kishim, që se aj 50% plus një e merë, prapët edhe me një humë. Për atë është edhe... Po me dëshprimi i diasporës është shumë më e madh, zotri Madin. Po them, duhet të ishte një kandidat, do vinin gjithë, nuk vinin 2 herë. Një herë do vinin edhe rrethin e parë të shkonte. Rrethin e parë të mbaronin punë. Ata janë të detyruar, në qoftë se nuk shkon në rrethin e, në fakt ai nuk fiton rrethin e parë, atëherë në rrethin e dytë, prej kandidatëve 3 qenit do shkojë njëri. Se ashtu është rregulla, një kush ka më shumë vota, shkon rrethin e dytë. E tash jashtë teorisë demokratike, se ne kapemi në Kërçov, ne dim çka është demokracia, por rreziku na detyron që të mos përshtatemi tepër në ata rregulla. Si mendoni ju, a duhet të ndodhi e njëjta tek shqiptarët dhe të lihet partisë që ka pas bëhet edhe si rregull që ka më tepër vota. Mund zgjedhjet e tjera Vlenit të jetë më shumë vota në Kërçov dhe kandidati i Kërçovës të dali për nga partia që ka më shumë vota? Që Maqedonasit e buon. Tash, prandaj e bëj edhe si pyetje duke bërë një paralele mes tyre dhe nesh. Atë formë, po ata pak janë më ndryshe se ne. Janë pak më ndryshe. Neve në kapi nati. Neve në kapi nati se gjithmonë unë jam më i miri se tjetri. Edhe ja si nuk janë ullë, një pavarur është, me atë pavarur mirë është vesh më kollaj. Të 2 parti tjera nuk ullen, bisedojnë, që të mirën vesh të dali një kandidat. Me pro fakte edhe kundër fakte. Të mirëshin vesh, deri një kandidat, atëre me siguri, a i pavaruri do pajtoshte me marrëveshjen e këtyre 2 partive. Po përpara nuk u morën vesh të 2-ja. Të 2-ja nuk u morën vesh. Vota është shqiptare. Votat nuk i takojnë një partije, votat është shqiptare. Ne duhet të bashkojmë votat shqiptare këtu. A partit në me si do mirën vesh është tjetër. Si do mirën vesh ato, sikur ato 2 partit ishin marrë vesh që të nxjerrin një kandidat të 4. Pa parti hiç, jo edhe ai pavarri çka dal vesh. Shembull, asnjëri pikë këtyre 3-ve do dalë një i 4-ti,
votat do t'i mblidheshin ati? Po. Se vota është shqiptare, vota nuk i takon një partije. Unë mendoj Ilir, Edhe kjo është, i këtë nërë, thash, ne, inshallah, nuk e humim rrëdhën e parë. Nuk i mbledhin votat ato 50+1, se ne, po t'i mbledhin ato, edhe na të mendojmë se do vim rrethin e dytë, do humnim edhe me një kandidat, do të humnim. Se 50, një po t'i marri, a tjetëri shti ka 50, +1. A i ka 50 -1. Edhe 50 -1, edhe 50+1 shkonaj me një kandidat, po duhet të mobilizohen të vinë. Sikur të ishte një rreth i parë, krejt diaspora do vinte. Krejt diaspora rrethin e parë do vinte edhe do vendoste që në rrethin e parë kush do jetë kryetar. Tash të shpresojmë, të kalojë një kandidati joni në rrethin e dytë, që të mobilizohet prap diaspora, si për herë të baj barën, se prej 90-ën, e këni diaspora ka baj barën edhe në arsim, edhe në zgjedhje, edhe gjithkund, edhe në politikë, edhe gjithkund. Pa diasporën, paret harrozën, pa diasporën, ne nuk kemi mund të bëjmë kur gjë. Edhe ato vendime që kemi pru me Nurën Bash, ata vendime i kemi pru në mbështetje të diasporës. Tu mendu se diasporën e kemi për mbrapa. E kemi pas gjithmonë. Gjithmonë e kemi pas. Nuk na ka mungu prasise. unë mendoj, tash nuk e di tash sa kanë qenë suqejel këto partit politike, se ndoshta nuk e kanë pritë se do të vinë kjo situatë. Se për ndryshe, unë sa jam i njoftu, edhe në teren, edhe sa kumë përcjellë në Mërgatën, askush një votus nuk e dëshiron këtë situatë. Ama asë një, edhe aj maj vogli që nuk merë pjesë në votime, thotë çka është kjo punë. Nuk i pëlqen kjo. Nuk është i kënaqur me këtë situatë. Ndoshta këto nuk duhet ta lëshojnë të vinë deri këtu. Duhet të ulen Mërgata, këtu Kërçova, edhe ta zgjidh këtë problem para se të vinë deri te kjo. Se tash ne kemi hyrë në një lojë që nuk e dim se si do të përfundojnë. Edhe i kemi vu personat shumë, votuesit i kemi vu në një situatë shumë të keqe. Nuk e di ju sa e vrenin në teren. Dhe jemi kënë që edhe deri tash nuk ka eskalu situata. Mba disi balansi. Se ndoshta nuk jemi ka mesi tash, si ta quaj atë. A për ndryshe, në qoftë se vjen situata të eskalojnë, do të përfundojmë shumë keq. Prandaj duhet shumë të jemi suqel në këtë drejtim. Edhe unë tash mendoj, duhet të ekzistonte një këshill. Një këshill ta quaj për bashkimin e Kërçovës. Si ndëgjoj tash për shkak si Mërgata si ka insistu, se pse nuk u bë kjo, pse nuk u bë atë, duhet të bëhet më përpara dhe ata ta kishin koordinu punën. Dhe mos e lejonte. Pa marrë parasysh kush është në pyetje, nur e dini, ja është ky, të lutem, se ndëgjoj. Le të ulen 3 kandidatët, vetëm le shiqohen në sy njëri me tjetrin, unë jemi bindur se e din se cili se kush është kryetari jashtë. Unë e mendoj për vete. Ne e njefim njëri tjetrin. Po shqiptarët i bësh bashkë ka problem. Ama unë dëshiroj të ishën po bashkë. Kush e ka përmet ma vreke bo një, si ka një thes me pleshtë, mos gaboj, se fishta, se i bashkon 2 shqiptarë. E tash, ne vazhdojmë të jemi problematik të bashkohemi për të mirën e shqiptarëve dhe shumë ma shpesh bashkohemi për disa çështje. Se ne jemi bashku, gjithmonë jemi bashku. Unë nuk deshe ta cek një rast, ka qenë rast vorrimi, dhe pra nuk duhet ta cek, se si janë bashku shqiptarët. Të Kërçovës e kom fjallën. Për çdo rast ku ka qenë ma vështirë, shqiptarët të Kërçovës kanë qenë bashku. Do shta kjo në rast i parë tash, se shqiptarët dali kështu në këtë formë. Unë me që vim ka fundi, du të hap pjesën e fundit, debatin e tjetër, apo mendimet e juaja, si njës që e njihni mirë gjendjen politike, edhe vetë nga praktika, si ajo thonja që a që ka ra nga dardha
e din si është të bish. Ju jeni njerëz që edhe keni pas edhe ramje, edhe probleme të ndryshme. Zotri Badi, ju shumë mirë e përmendet një çështje që thatë në shtëpit janë të ndarë. Kjo ndarja tash, sa mund bëhet pengesë për rrethin e dytë që ta bindish, ti kur i flet për një njeri zbon, është kriminal, është hajdute, e terminologji të ndryshme që ata nuk i përmesin publikisht, por ne kemi ndëgjuar në për tavolinat që ti bindesh, më pastaj se jo ajo është i miri, tash se e kalojnë rrethin e dytë, kjo sa mund na bëj problem, apo sa ke diaspora, që nuk i lidh interesi. Ajo është me rëndësi. Ato në familje që janë të ndanë nuk është problem për rrethin e dytë. Për rrethin e dytë nuk do të jetë problem këtu që jemi ne. Problem do jetë diaspora të mobilizohet të vi. Në rrethin e dytë, që është që shkoj një kandidat për tonëve, në rrethin e dytë, diaspora po nuk erdhi, atëherë mund të ketë rrezik se në rrethin e dytë nuk ka një 50% plus 1 është edhe ajo. Kush ka një vot më shumë, ai shkon. Rrethin e dytë. Prej 2 kandidatëve, kush ka një vot më shumë, ai shkon, se një vot më shumë dikush do ketë, pa marrë parasysh dalja. E tash, nëse dalja është më e vogël te na, rritet te para tjetër. Edhe rrezikohet atëherë vendi. Ne nuk duhet ta rrezikojmë vendin. Unë mendoj tash ke kandidate, zotri Badin, se tash kur e tham ketë gjua, fjalori, retorika e tyre është pak e ashpër në diasporë. Dhe ti për 10 ditë, tash për 10 ditë, si mund t'i bindesh që e tash unë thash atër se nuk bone si kandidat duhet të votoni mu, po tash bon, duhet me votu. Dhe thonë se ata njerëz nuk lidhen shumë me interesi që tu lidhesh për një punësim, lidhesh për interese personale dhe nuk e shikon atë aspekt. Shqipe, mund të ndikoj edhe ajo që të frenohen njerëzit mos vinë, mund të ndikoj, po besoj se nuk do të ketë shumë ndikim të shumë njerëz. Si do qoftë do të vinë. A retorika duhet të jetë pak më e bukur. Retorikën këto e zgjedhin vetë tash, rrethin e parë. Retorikën nuk mund të ndryshoj njëri. Se ai njëri që mendon se unë kështu do fitoj, edhe ashtu thotë, që se ne ndryshojsh. Ajo retorike e atij do ketë pasoja në zgjedhjet në rrethin e parë. Kush nuk e ruan retorikën, unë nuk mund të konstatoj se kush e ka më të mirë, se si kam dëgjuar asnjërin. Po retorika e atyve do ndikoj në numrin e votave që do të marrin në rrethin e parë. Në rrethin e dytë s'ka retorikë më. Në diasporë pyesin, a do i përkrahësh palën tjetër që se shkon ai. Shumë normal, gjithë po. E tash njerëzit sa do jenë të nërmes vete të idhnum, edhe për inat të ti nuk shkoj unë, sepse sfitoj ky unë që desha nuk shkoj, kjo duhet të mobilizojnë, mandej të punohet pak ma shumë që të vijë, se pa ata e kemi problem. Unë mendoj këtu duhet punohet shumë në këtë drejtim, ka kohë, nuk është koha e shkurtër, duhet të punojnë një në rreth parë partitë politike. Duhet kandidatët të marrin pjesë në debate politike, televizive, që të jenë me programet edhe mandej me fjalët të jenë të afërt. Kur mbarojnë debate shtrinë dorën, që t'i shohin njerëzit se me të vërtet të kanë dalë 3 pa ai që do të jetë më mirë, do të fitojnë edhe nuk do të ketë problem. Ata që të rrinë me inatet deri në fund. Edhe ata të cilët janë mërgata e përcaktuar për njërin kandidat, në qoftë se i humb, thot pastaj më ka humb kandidati jem, unë s'kam çka të lyp atje, atëherë do të jetë shumë vështirë. Edhe nuk e di pse nuk i mendojnë këta gjëra tash. Partitë politike në moment janë 2 parti. Kandidati i pavarur është tjetër, këto 2 parti duhet të mirë ti masin. Jo pak që i ndihmon procesit të përçarjes në Kërçov, foli sa është i pavarur se më ta marrë si kandidat të dobët. Po se po themi e kam fjalën që këto 2 partitë e kanë barrën. Jo përçarjes, mos e thash këtë darjes së votave, darjes së votave. Do të thonë se ne jemi tash, unë nuk e di ku janë tash intelektualët, ku janë njerëzit që prandaj jemi mendimit që mos jetë ky vetëm ky debat televiziv me mua me Beadimin. Nëse ke mundësi të organizosh edhe një debat tjetër, të përfshit, le të jepet mendimet, le të shfaqen si të dilet kjo. Tash ne kemi hyrë në garë, atë nuk mund të rriqemi, por që gara të mbarojnë me sukses.
të jepen mendime shumë, le të jenë ekspert, le të jenë jurist, le të jenë të drejtimeve të ndryshme. Vetëm se popullin t'i bashkojnë. Unë nuk e di sa jeni prezent, ti shefni një për shembull, kur shkojnë në për tubimet, në për fshatrat, i vreju njerëzit nuk shkojnë kështu me një vullnet të mirë, a kuptane? Po shkojnë diçka si të përqa shkojnë, a kuptane? Çfarë interesi, unë e di se në zgjedhjet komunale nuk ka punësime. Në zgjedhjet komunale ka projekte, ashtu? Mandej ata kërkesa që i bëjnë, disa prej atyre kërkesave janë kërkesa që i takojnë qeverisë. Nuk i takojnë as pak komunës, a kuptane? Do të thonë kanë plan programe të përzime, mirë po të na elektorati i pranon ata. Nuk janë gjithë të mendimit se çka mund të bëjnë komuna e çka s'mund të bëjnë komuna. Për shembull, aktuali është spitali i Kërçovës, të 3 kandidatët e bëjnë spitalin e Kërçovës, ashtu e? A është projekt që i takon qeverisë, ministrisë, ashtu e? Po. Po tash, unë nuk e di këto gjërat kush do t'i sqarojnë mirë, a kupton? Që të jenë njerëzit të informuar mirë, edhe të mos ketë përçamje, por edhe kandidatët të marrin pjesë në debate. Unë e përcjell edhe fushatën edhe në Kosovë. Ka shumë debate televizive të kandidatëve. Pa marrë parasysh se si janë, rrinë tavolinë, mbaron debate, shtrinë dorën, edhe kur të vinë votimi. Ne këtu kemi regres. Për është ma herët shumë debate ju, në kohën e ju keni bërë... Ne kemi pas debate, çdo natë kemi pas debate. Një natë ka qenë në televizorin Uskana, tjetër në televizorin Gurra. Çdo natë ka pas debate. Kretë kandidatët që ishin edhe për deputet. Kretë edhe për deputet edhe asaj. Që dilin për debat. A pse do të thash kjo frika, mungesë të njohurive... Nuk e di, unë për vete e shoh këtë terr informativ, nuk e di pse. Se ne kemi qenë të hapur, i kemi ftu, ne mendojmë që edhe të organizojmë një debat javën e fundit apo ditëve fundit të fushatës, që të jenë ma konkret dhe shpresoj se do të vinë të 3 kandidatët, por kemi vret që u hikin debateve. Lirë, ju do të organizoni atë, edhe te na ka ndodhur atëherë, ja kemi lënë karrikën e shprazët. Ai kandidat që nuk ka ardhur, ja kemi lënë karrikën e shprazët dhe kemi treguar se kjo karrika është atij kandidati. Do të veprojmë edhe ashtu tash, se ne duhet të informojmë votuesit, të dinë, të shohin se për çka, edhe nuk di pse të frigohen për shembull. I ke dalë kandidat tash projektet. Se tash kanë marrë, do me thonë, kamerat të vetat, inqizojnë vetë, dhe i presin, i montuan që ashtu si do në vetë që t'japin opinion. Facebooku o tjetër. Dhe jo, ku është transparenca dhe realiteti, kur asë një farë përcjellje nuk e kanë buën në fushat me medium, do të shëthon asë një parti politike, po inqizojnë, vetë inqizojnë. Jo, vetë inqizimi, ajo, me një fjallë, ajo nuk është kur gjaviq. Dijet se kush janë inqizimi, cila shpej informative, edhe të marrin pjesë, edhe le të paraqesin programin, le të shohin votuesët dhe në fund të shtrinë dorën se ne jemi bashkë të thuhet, nuk jemi të ndarë. Unë do të tregoj edhe çka rast. Ne atëherë në kohën e PPD-s dhe në kohën e PD-s. Unë për shembull shkojshëm shtëpi për shtëpi për t'i fituar ditën e votimit, t'i nxjerrim pleqt, t'i nxjerrim. Se ishëm të detyruam kush sa ma tepër të nxjerr votus, por jo të shtojmë vota kështu të mbushën kutia, vetëm të nxjerr. Ata të cilët ishën që nuk mundeshin të marrin pjesë në votime pleqt, ishën detyruar ne të shkojmë të marrin pe shtëpi. Edhe unë kum pas rast që i kum marr 2 pleqt nga shtëpia, edhe i kum çuar atje dhe i kum lënë të votojnë në mënyrë demokratike, duke menduar se ata e din unë për cilin parti jam. Dhe kur dalin nga votimi i pyetëm për cilin votuat, ata më tregojnë më për partinë e kundër. Edhe unë beta, a kupton ajo? Me një fjalë, e kam fjalën se edhe këto duhet tash ti mobilizojnë, por jo ti mobilizojnë në atë drejtimin për për përçarje, po ti jepe votën edhe tash unë në këtë drejtim duhet të jap kontribut shtëpia juaj,
Radio Televizioni Uskana se si mund për shembull për këtë periudhë të mund të ofrojmë diçka. Ne vetëm se kemi fillu me vetë prezencën e juaj dhe faleminderit Ashtu? edhe juve për Mirë. kohën, ne vetë se kemi fillu, por është pak problemi i guximit të njerëzve e posaçërisht të përveç ne kemi ftu kandidatët të gjithë, përveç kandidatit nga Aleanca Kombëtare për Integrim zoti Dari që ka marrë pjesë në një prezantim vet, të dy kandidatët e tjerë kanë qenë të ftu dhe kanë gjetë mënyrat e veta që të hikin ballafaqimit, normalisht me pyetje jo të përgatitura se tash për programet e tyre ne duhet t'i pyesim si t'i realizojmë dhe në këtë rast ata u hikin paraqitjeve dhe zgjedhjen mediume të caktuara apo portale të caktuara që të dalin prezantohen e tash ne nuk duam të hyjmë se si mund përgatiten emisionet të atilla, por tek ne kanë qenë të ftu, vazhdojnë të jenë të ftu, jemi të hapur që ne të ruajmë rolin e mediumit. Por, e këmë thonë edhe njerë tjetër, ne asesi nuk mund marrim pi portaleve, profileve të tyre në Facebook, se çfarë montojnë ata për arsye se atëherë ne nuk jemi në kuadër të etikës së gazetarisë, rolit të gazetarëve, se atëherë ne vetëm se jemi në cenzurë për shikuesit. Dhe prandaj edhe e thash këtu që të jenë të informuar shikuesit se ato i hikin që ne t'i përcjellim fushatën e tyre për arsye të frikës se çfarë mund dikush edhe me isha ta nxjerrë Uskana më pastaj, dhe kjo është arsye. Ne përsëri edhe në 10 ditët e fundit jemi të gatshëm që çdo ditë t'i përcjellim çka kanë aktivitete dhe të pasqyrojmë realitetin. Qartë, realitetin. Por me që jemi ka fundi këtij emisioni, cili do të ishte apeli juaj, zotri Bedin? Po shiqoni, çdo njeri ka anët pozitive edhe anët negative të veta. Varësisht prej njerëzve cilat shohin dhe cilat prezantojnë. Prandaj do të lutesha më shumë prap diasporës që në rrethin e dytë të marrin anët pozitive të atij kandidatit që ka të dalin në rrethin e dytë, dhe ai të jetë kandidat i përbashkët për të gjithë, më i miri. Të vinë, votojnë, që ta fitojnë prapë Kërçovën, se vetëm ashtu, ndryshe me zonka edhe me inate, mund të humbim. Edhe unë e kam apelin që fushata të zhvillohet e qetë, mos ketë zonka, të gjithë votuesët t'i përcjellin kandidatët, të dalin në votime, posaçërisht diaspora më gata dëshiron të marrë pjesë, si do të vinë, edhe të dalim edhe këtë rend të bashkuar edhe ta fitojmë Kërçovën. Ma tutje, mandej mund të flasim se kush ka gabime, çka ka gabime, një herë na lypet domethënë fitore. Faleminderit, mosarit të nderuar për pjesëmarrjen e juaj. Shikues të respektuar, ishim ta minuta me dy musafirët tanë që ish drejtor shkollës, mësues të shkollës zotri Bedin Ballazhi dhe zotri Nuredin Osmanin, që folën pak për vitet e 90-ta të kontributit të tyre në avansimin e arsimit dhe çështjeve të ndryshme që kanë qenë në atë kohë, por gjithsesi folëm më tepër edhe për Kërçovën dhe vazhdimsinë që të udhëhiqet apo të menaxhohet nga një shqiptar. Ne si televizion vazhdojmë të jemi të hapur, edhe njëherë u bëj thirrje partive politike, por edhe kandidatit të pavarur që ngjarjet të cilat ata i kanë apo prezantimet që i kanë, ne jemi të gatshëm ti përcjellim, por ne ti përcjellim jo me materiale të montuara, për arsye se çdo medium ka kryeredaktor që caktojnë bazë ligjit, por edhe kodeksi gazetares e kërkon këtë që ne më pastaj ta informojmë opinionin ashtu siç duhet, për arsye se materialet të montuara nuk janë edhe të besueshme që ne t'ja përcjellim publikut. Shihemi në ditët në vazhdim me musafirë tjerë që do të flasim për Kërçovën.